Mirë po, punëtoria është një punë shumë e mirë, pasi që normal ato fëmijët e vegjël, më të vegjël që janë nuk kanë mundësi prind t'i shohin nëpër shfaqje, si janë shumë të vegjël, edhe pse mundohemi t'i socializojmë edhe në atë pjesë, mirë po është pak problem, kështu që bëjmë punëtori me prindërit, domethënë secili prind me fëmijën e vet, nëpër klasat e tyre e zgjedhin ndonjë temë dhe bëjnë punime diçka pa marrë parasysh të ndryshme, bashkë me fëmijët. Kemi bërë edhe bazar para disa muajve, domethënë edhe kjo ishte shumë interesante dhe ju pëlqej shumë fëmijëve, pasi që është një aktivitet ose mos tam një angazhim pak më i madh, domethënë prindërit, nanat konkretisht përgatitin prej në shtëpi ushqim ose diçka të ndryshme dhe fëmijët i shesin. Edhe ajo ka qenë një aktivitet shumë interesant, një kënaqësi shumë e madhe edhe për prindërit, po ashtu edhe për fëmijët e të tjera.